Jehona e Bizantit, trashëgimia e qëndrueshme e ortodoksisë në Korçën Osmane, Voskopojën dhe Vidkuqin, ka qenë studimi prezantuar në ambientet e Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë. Botimi ka sjellë në vëmendje trashëgimin ortodokse dhe ndikimin bizantin në Korçë, Voskopojë e Vidkuq, përmes një pune të vyer të Ilir Parangonit, William Taylor dhe Arjan Priftit, që ndriçon historinë, arkitekturën dhe ikonografinë e zonës. Ne shikojmë të gjithë zhvillimin e shoqërisë, arkitekturës, ekonomisë, artit, zhvillimit të tregtisë brenda kuadrit të sistemit Miletit. Sistemi Miletit është një sistem i cili u soll në Ballkan përmes Perandisë Osmane dhe fal disa elementeve, disa dokeve, kufizimeve që ato kishin, bëj të mundur që të kishim këtë realitet që patëm pas shekullit të 15. Unë jam munduar së bashku me 2 kolegë shqiptar për të sjellë në vëmendje domethënien e këtij muzeu, i cili ka një koleksion fantastik arti. Pra të tre ne shkruam një libër i cili synon të ekspozojë edhe më shumë ikonat që ndodhen këtu. 3 kanë qenë shtyllat kryesore të studimit të prezantuar nga 3 studiuesit: sistemi i Miletit pas pushtimit osman në zonën e Korçës, Voskopojës dhe Vidkuqit, arkitektura dhe zhvillimi i ikonografisë.